Tirania e largon bekimin. Kjo thënie e Imam Aliut thekson një të vërtetë të rëndësishme: të bërit pa drejtësi dhe shtypja ndaj të tjerëve çon në humbjen e bekimeve që Allahu u jep njerëzve. Kurani na jep shembuj të qartë se shtypja sjell pasoja të rënda dhe merr dhe largon bekimet. Në surën Bekare, në ajetin 205, Allahu thot: "Dhe kur ai largohet nga ju, përpjekja e tij në tokë është të sjellë shkatërim në të dhe të shkatërrojë të korrat dhe bagtin. Allahu nuk e do shkatërimin." Ky ajet tregon se shtypja dhe padrejtësia shkaktojnë shkatërim në shoqëri. Kur individët ose grupet shtypin të tjerët, ata prishin harmoninë dhe rendin që Allahu ka vendosur, dhe bekimet e paqes, stabilitetit dhe prosperitetit humbasin. Në surën Shura, në ajetin 40, Allahu thot: "Dëmi i një vepre të keqe është e njëjta me të, por kush fal dhe bën pajtim, shpërblimi i tij është nga Allahu. Me të vërtetë, ai nuk e do të padrejtin." Ky ajet nënvizon rëndësinë e faljes dhe pajtimit në vend që të vazhdohet padrejtësia. Kështu, njeriu mund të rikthejë bekimet që i humbën për shkak të veprimeve të tij të mëparshme. Në surën Enfal, në ajetin 25, Allahu paralajmëron: "Dhe ruajuni nga një sprov që nuk do t'i godas vetëm ata prej jush që u kanë bërë padrejtësi të tjerëve, dhe dijeni se Allahu është i ashpër në ndëshkim." Ky ajet na përkujton se pasojat e shtypjes nuk kufizohen vetëm në këtë botë. Tiranët do të përballen me ndëshkim të rreptë në botën tjetër nëse nuk pendohen dhe nuk kërkojnë falje. Thënia e Imam Aliut na kujton fuqimisht se shtypja dëmton jo vetëm viktimën, por edhe shtypësin. Ajo shkatëron harmoninë, besimin dhe drejtësinë në shoqëri. Duke kryer padrejtësi, njeriu humb bekimet dhe favorin e Allahut. Nga ana tjetër, nëse veprojmë me drejtësi, mirësjellje dhe endje, ne tërheqim bekime dhe prosperitet në jetën tonë dhe në shoqërinë. Në përfundim, si musliman, detyra jonë është të qëndrojmë kundër shtypjes në çdo formë dhe të punojmë për drejtësi dhe barazi. Duhet të imitojmë shembullin e Imam Aliut, i njohur për dijen e thellë dhe për kushtimin ndaj drejtësisë. Duke vepruar kështu, ne ruajmë bekimet dhe sigurojmë që veprimet tona të jenë në përputhje me parimet e Islamit. E lutim Allahun që ta na udhëzojë të jemi të drejtë dhe të mëshirshëm dhe të na mbrojë nga padrejtësia dhe pasojat e saj.